Që vlen për të përmendur këtë javë është numri golave. Ishte një javë me gola, ishte një javë e pasur në gola dhe kjo erdhi për merit edhe të ndeshjes së Dinamos që në fund gjeti jo vetëm fitoren, po edhe golat e shumë me një rezultat 4-1, me një nga kryesuesit që mund të quhet edhe një rezultat surprizë. Po java filloi me një le të themi kështu duel mbi jetese në Vlorë. Një ndeshje shumë e luftuar, Tirana në pjesën më të madhe të ndeshjes e dominoi ndeshjen pavarësisht atij barazimi që erdhi në fund dhe një rezultat që ndau në fundit erdhi në favor të Tiranës sepse mbajti distancën në një ndeshje në një fushë shumë të vështirë me një rival direkt. Për të kthyer te Vllaznia vazhdon bëri një ndeshje relativisht të mirë, le të themi në anën teknike të saj, por super në rezultat, në mënyrën se si arriti rezultati, me një Partizan pavarësisht të rezultatit i shëndetshëm në atë që prodhon dhe ky rezultat ka rindezur një le të themi duel tjetër midis Partizanit dhe Dinamos për Final Four në këto 6 javë që kanë ngelur deri në fillim të saj. Pastaj ishte një fitore shumë e vyer për Vorën me Teutën, një ndeshje shumë e vështirë dhe u pa nga rezultati i ngushtë, po dhe mënyra se si erdhi rezultati. Me një Egnatia që bindi në rezultat, por fitoria u sigurua nga Stoli, le të themi kështu, në alternativat që erdhin nga Stoli dhe një fitore pastër. Kështu që ajo që më ra më njëherë në sy ishte fakti i golave të prodhuar dhe këto rezultatet që dhanë verdikte vetëm në fundin e tabelës dhe në atë jo në krye, po në pjesën e Final Four, të luftës në Final Four.